Këtë lule s'ka shqiptar që nuk e ka në shtëpi, ajo shëron të gjitha sëmundjet. Për vite me radhë, lule radhiqja ka qenë në kryefjala e shumë recetave bimore në të mirë të shëndetit. Përdorimi më i prapur i lule radhiqes është në formën e çajit. Çaji lule radhiqes mund të përgatitet shumë lehtë duke zgjerrë petalet e luleve. Lule radhiqja është e pasur me ushqyes, karotenoide, vitamina, minerale dhe antioksidantë. Të gjithë këto përbërës organik kanë ndikime domethënëse në shëndetin e organizmit. Çaji i petaleve dhe gjethet e lule radhiqeve janë të pasur me kalcium, hekur, kalium, vitaminën K, A dhe B6. Ky lëng përmban edhe antioksidantë të cilët eliminojnë dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Barishtet e lule radhiqes mund të konsumohen të freskëta sepse kanë shumë vlera ushqyese si spinaqi dhe brokoli. Studimet konfirmojnë se pirja ditore e çajit të lule radhiqes mund të ulë sheqerin e gjak. Një gjë e tillë është një rëndësie kritike për mbajtjen larg të sheqerit. Çaji lule radhiqes ofron alternativa të shkëlqyera pa kafeinë për njerëzit që kërkojnë gjallëri dhe energji gjatë ditës. Për shembull, rrënja e bimës mund të piqet edhe mund të bëhet çaj i pasur me antioksidantë dhe minerale, energjisjellës por pa kafeinë. Fillimi i mbar për rënien nga pesha. Disa studime kanë zbuluar se lule radhiqja është efikase për të rënë nga pesha. Gjethet pengojnë edhe një enzim që çlirohet gjatë tretjes, të cilat mundësojnë magazinimin afatgjat të yndyrnave në trupin tuaj. Për vite me radhë, lule radhiqja është kryefjala e studimeve. Vlerat shëndetësore që ajo do të ofrojë janë vërtet të larmishme për mbrojtjen e shëndetit, disa prej të cilave do t'i rëndisim në këtë video sipas health-it të saj. Organizmi do të furnizohet me ushqyes të rëndësishëm. Çaji i petaleve dhe gjetheve të lule radhiqes është shumë i pasur me kalcium, hekur, kalium, vitaminën K, A dhe B6. Ky lëng përmban edhe antioksidantë të cilët do të eliminojnë dëmin e shkaktuar prej radikaleve të lira. Barishtet e lule radhiqeve mund t'i hani të freskëta sepse kanë shumë vlera ushqyese si spinaqi dhe brokoli. Ato mbajnë larg luhatit dhe sheqerit. Studimet konfirmojnë se çajrat e lule radhiqes mund të ulin luhatit dhe sheqerit, një gjë e tillë është e rëndësishme edhe për mbajtjen larg të luhatjeve të tilla. Do të ndiheni më energjik, sidomos pa pasur nevojë të konsumoni kafe. Çaji lule radhiqes do të ofrojë një nxitje më të mirë të alternativave pa kafeinë për njerëzit që kërkojnë gjallëri dhe energji gjatë gjithë ditës. Për shembull, rrënja e bimës mund të piqet dhe mund të bëhet një çaj i pasur me antioksidantë dhe minerale, energjisjellës por pa kafeinë. Trupi do të ketë më pak lëngje të akumuluara. Në shumë raste, ndjesia e fryrjes shkaktohet nga akumulimi i lëngjeve në trup. Nëse pihet çdo ditë çaj lule radhiqes, nxit eliminimin e lëngjeve të tepërta. Fillimi i mbar për të rënë nga pesha. Disa studime kanë zbuluar se lule radhiqja është efikase për të rënë nga pesha. Gjethet pengojnë një enzim që çlirohet gjatë tretjes, e cila mundëson organizimin afatgjat të yndyrnave në trup. Gjethet e dafinës gjithashtu mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë kombinuar me çajin e lule radhiqes që mund të stimulojnë në mënyrë efikase edhe sistemin tuaj tretës. Lule radhiqja është një bimë me përfitime mahnitse për shëndetin e kockave, mëlçin, diabetin e të tjera. Të gjithë ne e njohim këtë bimë, por jo të gjithë ja dimë vlerat. Ne na duhet thjesht një bimë normale që rritet në rrugë ose në vazo, por lule radhiqja është tepër e rëndësishme për organizmin. Sipas Healthline do ju sjellim përfitime shëndetësore që vijnë nëse e përdorni këtë bimë. Ndihmon në forcimin e kockave. Lule radhiqja përmban kalcium dhe lëndë të tjera ushqyese që forcojnë kockat dhe shëndetin e përgjithshëm të tyre. Ajo përmban edhe vitaminën C dhe antioksidantë. Parandalon dhe lehtëson çrregullimet e mëlçisë. Konsumi i lule radhiqes mund të parandalojë hemoragjinë e mëlçisë për shkak të pranisë së sasive të pasura të antioksidantëve siç janë vitamina C dhe lutein. Lule radhiqja gjithashtu stimulon mëlçinë, rrit tretjen, mbështet qarkullimin e duhur të gjakut. Gjithashtu lule radhiqja është e mirë kundër çrregullimeve tuaja urinare, rinon dhe riparon lëkurën, trajton problemet e fytyrës, pastron aknet nga fytyra, largon puçrat nga fytyra, prandaj sugjerohet ta përdorni atë edhe në recetat tuaja. Ajo do ju ndihmojë për të rënë nga pesha.
Lule radhiqja ka veti të mahnitshme për humbjen e peshës. Nëse ju humbisni peshë duke konsumuar më shumë lule radhiqe, do t'jeni më të shëndetshëm dhe pas një efekt anësor. Ajo gjithashtu mund t'jetë një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të kapsllëkut. Fibrat dietike të lule radhiqes ndihmojnë për të pasur një shëndet më të mirë të zorëve. Lule radhiqja ndihmon edhe në trajtimin e kapsllëkut dhe çrregullimeve të tjera të oreksit. Është një zgjidhje shumë e mirë kundër anemisë, rregullon presionin e gjakut dhe mbi të gjitha, është një produkt që mund të gjendet fare lehtë. Vlerat që do t'i ofrojë shëndetit tuaj e bëjnë atë një zgjidhje shumë të rëndësishme. Lule radhiqja është një bimë e njohur që në kohët e lashta për vetitë e saj me përfitime të shumta, të cilat përdoren si përbërës edhe për recetat e shijshme origjinale të organizmit. Kjo bimë është e njohur për vetitë e saj të mira medicinale që nga lashtësia. Ajo përdoret ndër shekuj për të luftuar çrregullime dhe sëmundje të ndryshme të organizmit. Ajo ka një përdorim të lartë të vitaminës C, por edhe një prani të mirë të hekurit dhe prani të mirë të kaliumit, element këtor shumë të rëndësishme për mbrojtjen e shëndetit edhe parandalimin e komplikacioneve të njëpasnjëshme. Gjithashtu, në gjethet dhe rrënjët e saj do të gjeni vitaminën A, vitaminën B dhe vitaminën D. Përveç kësaj, ajo do të ndihmojë edhe në pastrimin e gjakut, reaktivizon metabolizmin dhe rregullon funksionin e veshkave dhe të mëlçisë. Gjithashtu heq kolesterolin e tepër dhe ka veti të mira të ndihmojë me tretjen e ushqimit dhe është gjithashtu një anti-inflamator, i cili mund të japë rezultate fantastike kundër këtyre shqetësimeve. Përveç kësaj, ajo ndihmon edhe në shëndetin e veshkave dhe të mëlçisë. Në aromën e saj lule radhiqja është përdorur edhe për gatime të ndryshme, që si antiseptik deri te ëmbëlsirat. Ajo mund të ofrojë edhe shumë vlera nëse përdoret në forma të rregullta. Lule radhiqja është një bimë shumë vjeçare e lulëzuar që vepron si eksofilues detoksifikues për trupin e njeriut. Zakonisht e gjejmë në formën e zier e cila prodhohet ose nga lulet ose edhe nga rrënja e bimës. Dhe vlerat që do t'jap shëndetit tuaj do ta kthejnë atë në një prej produkteve më të rëndësishme ushqyese. Për shkak se ajo mund të nxjisë një mbrojtje të mirë të organizmit, ekspertët cilësojnë atë si një zgjidhje praktike shumë të rëndësishme për shëndetin e përgjithshëm. Ja përfitime shëndetësore që do të merrni nga përdorimi i rregullt i lule radhiqes. Ajo do të ofrojë një detoksifikim më të mirë të mëlçisë. Sipas doktor Janet Nesivat, një mjek e urgjencës në qendrën e New York City, çaji lule radhiqes mund të ndihmojë mëlçin të funksionojë akoma më mirë. Në veçanti enzimat e çajit do të përshpejtojnë edhe forcimin e procesit metabolik që mund të kryejë gjithashtu mëlçia juaj, duke lehtësuar kështu edhe problemin e toksinave që i kanosen asaj. Lule radhiqja është një përbërës shumë i dobishëm për organizmin. Lule radhiqja do të sigurojë lektin, një lloj yndyre shumë të rëndësishme, e cila gjendet gjithashtu te vezat tek fasulet, gjithashtu edhe te ushqimet e detit dhe përdoret edhe për të trajtuar problemet që lidhen me shëndetin e Alzheimerit dhe problemeve të tëmthave. Gjithashtu gjethet janë të pasura me hekur, kalium, magnez, fosfor, vitaminën C, vitaminën K, vitaminën B1, B2, gjithashtu vitaminën B6, si dhe kalciumin dhe manganin. Rrënjët e perimeve përmbajnë një sasi të madhe të fibrave të tretshme, shumë element të rëndësishëm, të cilët kontribojnë në ekuilibrat e bakterieve tuaja të zorëve. Gjethet e dafinës gjithashtu, të kombinuara me lulen e radhiqes mund të jenë një zgjidhje produktive edhe kundër shqetësimeve urinare. Çaji lule radhiqes përmban enzima që veprojnë kundër bakterieve që shkaktojnë infeksione të traktit urinar, si Escherichia coli, siç thot doktor Nesivat. Gjithashtu ka një efekt diuretik i cili ndihmon kështu në largimin e shpejtë të bakterieve të dëmshme nga sistemi juaj urinar, duke dhënë rezultate konkrete edhe për shëndetin tuaj. Lule radhiqja mund të lehtësojë edhe rënien nga pesha dhe të përmirësojë procesin tuaj të rikuperimit, sidomos kur jeni të prekur nga ftohja ose problemet e stinës. Vëmendje.
Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.